Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e titarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit gjatë një tryeze të përbashkët në prag të zgjedhjeve të 11 majit kanë vlerësuar përmirësimin e situatës në lidhje me përdorimin e aseteve publike gjatë fushatës zgjedhore. Ndërkohë që kryekomisioneri Celibashi paralajmëroi institucionet publike se nëse shkelin ligjet në prag apo gjatë fushatës zgjedhore do të ketë sanksione deri të karakterit penal për ta. Në Gjirokastër është zhvilluar panajiri Work and Study për të rinjtë që kërkojnë orientim drejt tregut të punës dhe arsimit. Institucione arsimore, kurse profesionale dhe kompani private kanë prezantuar ofertat dhe programet e tyre. Panajiri u mirëprit nga student, maturant dhe të rinj që kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre profesionale. Një grup prej 24 mësuesish nga shkollat të ndryshme të Spanjës vizituan Universitetin Eqerem Çabej në Gjirokastër, në kuadër të një programi ndërkombëtar shkëmbimi eksperiencash. Ata u pritën nga rektori i universitetit profesor Dr. Jahocana, i cili theksoi rëndësinë e hapjes ndaj partneriteteve të reja dhe bashkëpunimit akademik. Fshati Picar në Gjirokastër ka qenë ndalesa e radhës e ciklit të mini reportazheve Një ditë në fshat. Fshati që njihet për traditën e mbashtrimit të imtave, vitet e fundit, fal edhe investimeve, po drejtohet drejt sektorit të turizmit. Ju njohim tani më gjërësisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit gjatë një tryeze të përbashkët në prag të zgjedhjeve të 11 majit kanë vlerësuar përmirësimin e situatës në lidhje me përdorimin e aseteve publike gjatë fushatës zgjedhore. Ndërkohë që kryekomisioneri Celibashi paralajmëroi institucionet publike se nëse shkelin ligjet në prag apo gjatë fushatës zgjedhore do të ketë sanksione deri të karakterit penal për ta. Teksa çelja zyrtare e fushatës zgjedhore është në prag, ekspertët që monitorojnë aktivitetin e pushtetit qendror vendor ngrenë shqetësime për përdorimin e pushtetit për efekt elektoral. Mi evidentuar rastin e bonusit pensioneve, startupet, 540 kredit me interes zero për nënpunësit e administratës publike, kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, e cila ka shpërdoruar fondet publike në siglën e programit ku vendojnë për Shqipërinë, kryeministri bëri një aktivitet të paraportuar me nënpunësit e Bashkisë Tiranë. 782 raportime për inspektim në 3 muajt e fundit. 14 kanë qenë në njëjtën periudhë vitit kaluar. Bashkia Roskoveci 221. Për kreun e KQZ-s është një vije holl ajo që ndan përdorimin e aseteve për qëllime elektorale, për të cilat mund të ketë edhe përgjegjësi penale. Shpresoj që të kuptojmë të gjithë, përveçësisht institucionet publike që kanë disa kufi të cilët ata duhet t'i shkelin, përndryshe sanksionet mund të jenë edhe të karakterit penal. Edhe muaji Ramazani duket se u përdor nga politika, pasi gati 100 iftar janë nështruar nga përfaqësues politik. Ne e dimë që Shqipëria është një vend i shuar për çështje fetare, por është interesante që ata i publikojnë vetë dhe me krenari dhe si rregull pavarësisht respektit ndaj fesë, i pyetëm komunitetet përkatës se kush i ka organizuar dhe ata na thonë kryetari i bashkisë, deputeti, prefekti, ministri. Këto të dhëna u bën të ditura gjatë një tryeze të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për administrimin e procesit zgjedhor, si dhe rekomandimet sa i takon efektivitetit të hetimeve të krimeve zgjedhore. Në Gjirokastër është zhvilluar panajiri Work and Study për të rinjtë që kërkojnë orientim drejt tregut të punës dhe arsimit. Institucione arsimore, kurse profesionale dhe kompani private kanë prezantuar ofertat dhe programet e tyre. Panajiri u mirëprit nga student, maturant dhe të rinj që kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre profesionale. Në Gjirokastër është çelur panajiri Work and Study, një aktivitet që sjell pranë të rinjve mundësitë më të mira për studime dhe vendet e lira të punës në tregun lokal dhe kombëtar. Sot në Gjirokastër do të gjenden ofertat më të mira në universitetet publike dhe private, çka do të thotë që ky panajir i cili është kthyer në një institucion Work and Study ka mbledhur universitetet më të mira që kemi ne në Shqipëri, duke ofruar zbritje. Pra jemi në muajin e ofertave më të mira për karrierën tek maturantët, sepse tani është muaji që vendoset çfarë degë do të zgjedhësh, dhe universitetet private kryesisht, sepse shtetërorët i kanë të përcaktuara, privatët vinë me zbritje të rëndësishme, çka do të thotë kemi dhe një përpjekje të kësaj lloji sipërmarrje për të ofruar një mundësi të mirë për rinin që të qëndrojnë në Shqipëri dhe të punojnë në Shqipëri.
Të pranishëm në këtë panajir kanë qenë institucione arsimore, kompani private dhe përfaqësues të bizneseve të ndryshme, të cilët kanë prezantuar programet e tyre të studimit, ofertat për kurse profesionale si dhe vende vakante të punës. Sot me kënaqësinë më të madhe, unë po prezantoj për panajirin Work and Study për të gjithë maturantët që janë të interesuar për mëtej në karrierën e tyre, për një stad të ri të jetës së tyre dhe për t'i hapur rrugën gjatë jetës për studime. Afërtegut 100% në anglisht, kemi 2 kampuse, njërin që ndrohet i Senjishit, dhe njërin në Afërtegut që është East Campusi. Gjitha degat tona janë në anglisht, ne ofrojmë partneritet me Empire State University që është dual degree që në shkolla vetme në Tiranë që ofrojmë këtë partneritet. Panajiri ka zgjuar interes tek studentët dhe maturantët, por edhe tek të rinj që janë në kërkim të një pune apo përmirësimit të aftësive të tyre profesionale. Unë vi nga Gjimnazia De Malushi, Krahës, jam në klasën e 12 dhe më interesojmë shumë këto, domethënë, pjesë inxhinierike. Sot kam ardhur domethënë të shikojmë shumë mundësitë që më jepen. Jam maturant i shkollës profesionale i vitit të 4. Jam në student i Degës IT dhe kam ardhur të shikoj mundësitë për shkollën e lartë, për mundësitë që na ofron për mëtej. Nga shkolla dhe Malushi Krahës dhe jam interesuar kryesisht te degët e mjekësisë. Teknikë imazherie, fizioterapi, logopedi e tjerë. Sapo hyra dhe thjesht po shikoj tek të gjitha. Panajire të tilla synojnë të krijojnë një urlidhëse mes arsimit, tregut të punës dhe të ardhmes profesionale të rinjve në Gjirokastër. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gëngje e cilësoi paketën e maleve një mundësi për tërheqjen e investimeve dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik. Ministri ftoi shqiptarët jashtë vendit ta konsiderojnë këtë paketë një mundësi me vlerë që ofron lehtësi për të investuar në vendlindjen e tyre, në tokën e të parëve. 500 sipërmarrësit e parë do të kenë 0 taksa dhe 0 tatim për 10 vitet e para, ndërsa në fund të investimit toka bëhet e investitorit me vetëm €1, tha Gëngje. Sipas tij, kjo është një nismë që i jep jetë zonave rurale e malore, një urë nga e drejta zakonore tek pronësia e ligjshme, duke i dhënë një shtysë të madhe edhe kthimit të diasporës e zhvillimit ekonomik. Paketa e maleve e miratuar së fundmi në Kuvendin e Shqipërisë do t'i mundësojë të gjithë atyre që duan të investojnë në Shqipërinë rurale në një truall që nuk ka titullin përfundimtar të pronësisë, të ketë garanci të plotë për investimin e tyre në agroturizëm, qendër aktivitete shmalore e sportive apo bujtina. Kthimi diasporës. Paketa e maleve është ura që lidh të drejtën zakonore me pronësinë e ligjshme dhe të investueshme. Nga tokat e të parëve në biznesin tënd të së ardhmes. Puno dhe jeto aty ku ke zemrën. Parku i Bletës së Egër në fshatin Pacomit përmet është kthyer në një atraksion turistik. Familia Okolishta ka sjellë në këtë fshat eksperiencën greke të mbarështrimit të Bletës. Ata thonë se fal një financimi nga fondet e BE-s kanë arritur të sigurojnë edhe një makineri të posaçme për punishten e tyre. Pas 30 vitesh në emigrim, Fatos Okolishta dhe familja e tij janë rikthyer në vendlindje me një vizion të ri, investimin për rritjen e bletëve në tokën e vet. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale dëshminë e Fatosit, i cili nga viti 1992 kishte emigruar në Greqi dhe pas 30 viteve emigracion vendosi të kthehej në vendlindje. Fatosi tregon se në vitin 2023 vendosi që aktivitetin që ushtronte në Greqi si bletar ta hapte në vendlindje. Si të gjithë shqiptarët që emigruan, edhe unë emigrova në vitet 92 deri në vitin 2023. Për 30 vite aktivitetin tim kam pasur në Greqi si bletar dhe vendosa që këtë aktivitet që kam pasur në emigrim vendosa ta hap këtu në vendlindjen time, në vendin tim. Me këtë aktivitet punësoj veten time dhe familjen time dhe më vonë mund të punësoj dhe punëtorë të tjerë. Dhe këtu ka shumë mundësira për të punuar dhe për të jetuar më mirë se në emigrim. Ndërsa Klodiana, bashkëshortja e Fatosit, u shpreh se fal një financimi nga fondet e BE-s kanë arritur të sigurojnë një makineri të posaçme për punishten e tyre.
Jam Klodiana, bashkëshortja e Fatocit, këtu ndodhemi në funishtën Bleta Egër. Këtu kemi produktet tona, si qumshi bletës, poleni, propolisi, mjalti, qirin të ndryshëm, kremrat bio që janë të gjitha. Fal një fondi nga Bashkimi Evropian, kemi marrë dhe makinerin që në jug të Shqipërisë nuk ka, për të bërë bukën e bletës, për të stimuluar ushtrinë e saj dhe për të ecur sa më mirë. Pas 30 vitesh emigracion, kjo punishte u rikthye në shtëpinë tonë të dytë, ku neve mendojmë që do ta zgjerojmë akoma më shumë dhe përveç nesh që jemi burrë e grua, ta zgjerojmë ku mund të marrim dhe punonjës të tjerë. Parku Bletës së Egër, i vendosur në fshatin Pacomit të Përmetit, siguron të ardhurat kryesore për këtë familje, e cila mendon ta zgjerojë aktivitetin duke punësuar të tjerë persona. Një grup prej 24 mësuesish nga shkollat të ndryshme të Spanjës vizituan Universitetin e Qerem Çabei në Gjirokastër, në kuadër të një programi ndërkombëtar shkëmbimi eksperjencash. Ata u pritën nga rektori i universitetit, profesor doktor Jaho Cana, i cili theksoi rëndësinë e hapjes ndaj partneriteteve të reja dhe bashkëpunimit akademik. Një grup prej 24 mësuesish nga institucione arsimore të Spanjës kanë zhvilluar një takim në Universitetin e Qerem Çabei në Gjirokastër, në kuadër të një programi ndërkombëtar shkëmbimi eksperjencash dhe bashkëpunimi. Në qendër të takimit ishte forcimi i marrëdhënieve mes institucioneve arsimore, shkëmbimi praktikave më të mira dhe njohja me historinë dhe kulturën e Gjirokastrës. Universiteti jonë, në kuadrin e ndërkombëtarizimit, një vëmendje të veçantë të punës së tij ka sidomos marrëdhëniet me Spanjën dhe universitetet e Spanjës. Dhe me kënaqësi kemi vënë re se ky bashkëpunim me Spanjën ka qenë në një nivel të jashtëzakonshëm, ku ne kemi pasur bashkëpunime të ngushta në shkëmbimet dhe mobilitetet ndërmjet stafeve akademike, studentëve, por edhe nga ana juaj nëpërmjet mësuesve që jeni sot, por edhe nxënësve, madje edhe të studentëve që kanë ardhur në universitetin tonë dhe në qytetin e Gjirokastrës. Unë shpresoj shumë dhe jam besim plot që në të ardhmen bashkëpunimet ndërmjet universitetit tonë dhe atyre të Spanjës, por edhe me shkollat e mesme të Spanjës, do të vazhdojë të thellohet akoma dhe më tej, sepse ekziston dashamirësia tek dyja palët për të vazhduar thelluar ky bashkëpunim. Vizita e mësuesve spanjoll është konsideruar një mundësi e mirë nga ana e tyre, jo vetëm për të shkëmbyer përvoja profesionale, por edhe për të promovuar qytetin dhe traditat shqiptare. Yolanda Varron, y vengo de Valencia. Quhem Yolanda Varron, vi nga Valencia. Kemi ardhur në Shqipëri dhe në Gjirokastër pra për të shkëmbyer eksperienca, traditat dhe kulturat tona, për ta njohur më mirë këtë vend të mrekullueshëm dhe për të patur lidhje të reja mes nesh në të ardhmen. Pra pse të mos kemi më tepër bashkëpunim, do të ishte një gjë shumë e bukur dhe interesante. Vuestra universidad. Y vengo de Valencia, del mismo lugar. Vi nga Valencia dhe kemi ardhur me një grup kolegësh spanjoll. Idea është të njihemi me punën që bëhet këtu në Shqipëri, të shkëmbejmë eksperjencat dhe në të ardhmen të krijojmë bashkëpunime. Ishte një zbulim i rëndësishëm të njiheshim me këtë qytet me një histori të madhe. Intercambiar experiencia. Vizita të tilla pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen, duke e kthyer Gjirokastrën në një pikë referimi për projekte arsimore ndërkombëtare. Fshati Picar në Gjirokastër ka qenë dalesa e radhës së ciklit të mini reportazheve Një ditë në fshat. Fshati që njihet për traditën e mbashtrimit të imtave, vitet e fundit, fale dhe investimeve, po drejtohet të drejt sektorit të turizmit. Fshati Picar, i vendosur mes maleve të Labëris, është një zonë me histori dhe tradita të pasura që shtrihet në një terren të mrekullueshëm natyror. Ky fshat e ka origjinën e tij që në shekullin e 16, kur familje të ardhura nga fshati Lekdushi Kurveleshit u vendosën në këtë zonë të bukur. Fshati i vjetër, tregojnë banorët, ka ekzistuar deri në vitin 1914, për faktin se u doq dhe pas shkatërimit të tij banorët e Picarit e rindërtuan atë në vendin ku ndodhet aktualisht. Ka qenë një fshat shumë i madh me 450 familje, por lufta e parë botërore, Greku i parë, e dogji e shkatëroi dhe fshati u shpërngul dhe vajte në lumin e Vlorës. Kur u kthye në Vlora, nga 450 familje janë kthyer 63 familje. Pra bazën, vendosjen këtu e ka pas luftës parë botërore. Me kalimin e kohës, fshati
kur u bë kolektivizimi në vitet 1957, u shprëngull nga lart dhe erdhën të gjithë këtu. Dhe ky deri në vitet 90 ka qenë një fshat me 210 familje. Ka qenë një qendër e zhvilluar ekonomike me të gjitha resurset që i takonin një komuniteti. Ka qenë me spital, me 8 shtrene, me 2 mjek me arsim të lartë, me një dentist, me farmaci, me shkollë të mesme, që kishte rreth 600 nxënës. Këtu kuptohet edhe në tereni kam vizotruar blegtoria. Më vonë janë marrë edhe me bujqësi, po kryesisht me blegtori në bazë të relievit që është malor. Me zakonet që ka patur fshati dhe traditat janë ruajtur ku një pjesë edhe sot vazhdojnë të ruhen. Këtu mikpritja ka qenë e hershme. Pizzariot janë njerëz besnik, janë patriot, ne jemi mikpritca, jemi zemër të hapur, jemi punëtor, më shumë blegtor se sa bujq. Pizzari është i njohur për mikpritjen dhe dashamirësinë e banorëve të tij, të cilët janë të hapur dhe të gatshëm të ndajnë me vizitorët që zgjedhin të eksplorojnë zonën, traditat, zakonet dhe veçoritë e jetës së fshatit. Ky vend ka shumë atraksione për zhvillimin e turizmit. Sidomos Lugina e Gurrës është një perë që mund të kesh një zonë turistike me bujtina edhe me kabina verore e tjera, por ka edhe malin e Picarit, ka pyje, ka vende të tilla që turistët janë shumë të interesuar për të eksploruar. Neve së pari kemi, si që reliefin e kemi shumë të mirë, kemi ujtë që se ka njeri besoj. Bëjnë këtë petanikun këto, bëjnë lakrorin, e këto të fshatit këto. E kemi atë me tradit, do të thënë gratë tona vazhdojnë ato. Pëlqejet nga vizitorët? Shumë. Ky është gjithashtu një fshat i pasur me produkte bio dhe gatime karakteristike të cilat janë pjesë e traditës së kësaj zone. Aktualisht, jetojnë në Picar 189 familje, të cilat përveç se mundohen të mbajnë gjallë traditat, shikojnë si një mundësi të mirë për zhvillimin e fshatit të tyre edhe agroturizmin. Parqet arkeologjike të Luginës së Drinos po bëhen gati për të mirëpritur vizitor. Fal fondeve nga buxheti i Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër ka nisur puna për sistemimin e disa zonave brenda parkut. Parku Antik i Antigones dhe Adrianopoli mbeten destinacione të mëtërheqëse për turistët vendas dhe ata të huaj. Parku arkeologjik i Antigones dhe Hadrianopoli konsiderohen pikat më interesante turistike të zonës së Gjirokastrës. Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore ka marrë masat për sezonin turistik, duke kryer punime për sistemimin e mureve të shëtitores, rrugës kryesore dhe ato dytësore të parkut. Është një lloj ndërhyrje për restaurim minimal të tyre brenda mundësive tona. Tashëm është në mezin e saj për arsye sepse ne nuk kemi sezon tashëm, sezoni është 12 mujor, jemi në Antigone, para disa ditësh bëm ndërhyrje në një mur mbështetës në hyrjet sitit arkeologjik të Adrianopolit, pranë skenës, pranë teatrit, ku u desh patjetër kjo ndërhyrje me qëllim që të mos kemi monumente tashëm të pa vizituara. Drejtori i Parkut Shkëlqim Kuqe bëri me dije se janë në mesin e punës ku përveç ndërhyrjeve restauruese, po merren dhe me pastrimin e bimësisë. Gërshetimi i punëve tona duke larguar bimësinë, duke kompaktësuar struktura, duke bërë ndërhyrje mbrojtëse, duke bërë krahasitje të ambientit, se siç dihet e kemi thënë dhe përsëri dua ta përsëris që Parku Arkeologjik i Antigones tashmë është dhe një park natyror ku kemi ngritur, ndërtuar apo krijuar dhe evidentuar dhe disa sheshe të cilat mund të përdoren për piknik familjar. Antigonea nga viti në vit po tërheq edhe më shumë vizitor vendas, por kryesisht të huaj. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndahemi së bashku dhe miru takofshim.